Kartolinën ta dërgova titullohet Shfaqja plot humor dhe këngë, e cila vjen për publikun shkodran në prag të festës të fundvitit. Pjesë e kësaj shfaqje përveç aktorëve të rinj do të jenë dhe mjeshtrat Zuliha Miloti, Besnik Çinari, Dana Xhaj, ndërkohë do të jetë ndërthurur edhe me këngë. Po bana gati për shfaqjen e radhës në Teatrin Migjeni. Jam shumë i lumtur që për festat e fundvitit publikut i ofrojmë një shfaqje me titullin Kartolinën ta dërgova. Një komedi festive, një shfaqje, një varieté me humor, me skeqe të reja, me këngë, me përfaqësues nga Shkodran që ishin tek festivali i radio televizionit shqiptar që na nderunin, të gjithë bashkë me ikonat e humorit Shkodran, me aktorë të rinj, jemi bashku për me sjell publikut Shkodran një shfaqje fantastike me humor dhe këngë që mezi po e prisnin, edhe e kemi ditën e sotme me 22 dhe nesër me 23 dhjetor në orën 18 në Teatrin Migjeni. Si vazhdimësi e shumë premierave të përparshme, edhe kjo sjell një frym bashkëkohore, besoj, duke pas parasysh një pjesëmarrje të këngëtarëve shumë dinjitos, që edhe këtë vit na përfaqësuan ndërmjetësisht në festivalin e radio televizionit. Janë këngëtarë të ri, po me të vërtet një shpresë dhe një augur i mirë shumë për Shkodrën. Aktorët premtojnë të qeshur pafund. Sidomos nga grupi i trive jena shumë të lumtur për këto 2 net personat dhe për nesër do të jenë 2 net festive, 2 net cilët në publiku do shijojnë disa materiale të reja, do shijojnë patjetër edhe këngët nga këngëtarët tonë të mrekullueshëm. Dhe besoj që do t'jetë, si që ka dhe titullin, një kartolinë fund vitit shumë e bukur për publikun shkodran. Do t'i dhurojmë spektatorit Shkodran qeshun pafund, ashtu si që ka zakon edhe tradit Teatri Migjeni. Gaz, hare, humor për festat fund vitit, një buqet me lule, është një kartolinë shumë e bukur për qytetin. I ftoj gjithë qytetarët që të vinë edhe të shijojnë këto çaste gazmore, ku është kënaqësia edhe nderi i madh që do luaj me aktorët, me koloset e artit shqiptar edhe Shkodran të humorit, por edhe me kolekt e ri të cilët jena një grup shumë i fortë që premton për të ardhmen e humorit Shkodran. Kjo shfaqje do të jetë në mbrëmjen e kësaj të hënë të martën në orën 18 në skenën Teatri Migjeni në Shkodër.